Përfundimisht është i jashtëzakonshëm, moderatorja Kiara Tito sapo ka publikuar në profilin e saj Instagram një video ku shfaqet bashkëshorti i saj Louise Ailey duke dhuruar spektakël në një lagje të vjetër. Në videon e publikuar Louise shfaqet me bebushen e tij në krah, e cila e ka buzëqeshjen vesh më vesh nga ajo çfarë babi i saj po bën. Shkodrani i zemrës ka ndaluar përpara pallatit një makinë që qarkullon me një altoparlant dhe që ndërmjet thirrjeve të tij mbledh hekura të vjetra apo elektroshtëpiake që banorët nuk duan më. Mirë po ditën e sotme dikush tjetër ka marrë punën e tyre dhe ai është Louise. Kiara e ka filmuar fenomenin Shkodran nga dritarja ndërkohë që ai ka rrëmbyer altoparlantin shoferit të makinës që mbledh hekura dhe bërtet duke thënë: "Hekura të vjetra lavatriçe, xhama të vjetër. Hidhini nga dritarja shpejt." Vogëlushja e tij e ndjek me ata sytë e saj të buzëqeshur në çdo gjë që ai bën. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë por sa e kanë parë këtë video dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe ku shprehen se ky artist përfundimisht u ashton jetën me këto batuta dhe veprime që shkaktojnë pafund të qeshura. Madje edhe bebushja e tij duket se adhuron sensin e humorit që babi i saj ka, ashtu sikurse ndodh me shumë shqiptarë. Kjo video ka rrëmbyer vëmendjen e të gjithëve dhe ka përcjell shumë ndjesi pozitive dhe të bukura. Louise di se si të jetë qendra e vëmendjes në rrjetet sociale dhe në media. Kushto që e ka parë nuk ka mundur të mos qesh dhe të mos e shijoj këtë spektakël që ai ka dhënë në lagje. Me siguri të gjithë banorët janë duke qeshur me lot pasi e pan dhe dëgjuan fenomenin Shkodran që u ka shkaktuar të gjithëve të qeshura pafund kur ishte brenda në realitin show Big Brother. Por edhe Kiara di se si t'i kap momentet pikante dhe kaq unike që Louise Ailey krijon kudo ku ndodhet. Madje shumica e ndjekësve të tyre është duke thënë se Louise ka nisur blen hekura bashkë me vogëlushen e tij qoftë edhe për humor, pasi e din shumë mirë që shqiptarët çfarë nuk u japin atyre dyve që ua kanë marrë zemrën të gjithëve. Kjo video po shpërndahet në rrjet me një shpejtësi marramendëse dhe po komentohet pafund nga kushdo që po e shikon dhe duhet thënë se nuk ka njeri që e shikon për herë të parë dhe nuk i rikthehet për ta parë sërish.